Eparkia Rashko Prizrenit njoftoi se gjatë natës së kaluar kamerat e sigurisë të kishës së Shënmërisë në Rahovec kanë regjistruar se një person i panjohur me fantom në kokë është afruar portës së kishës në rrugën Bora Vukmirović, ka hyrë në oborrin e kishës dhe ka grisur flamurin e kishës ortodokse serbe që qëndronte në kambaorën e tempullit. Prifti Milan Stanojević vërejti në mëngjes se flamuri i dytë, i cili ishte pranë ndezës së Qirinjeve, ishte vjedhur dhe marrë. Ngjarja është raportuar menjëherë në polici. Presidenti Aleksandar Vučić u takua në Beograd me sekretarin e përgjithshëm të OSB-s Firidun Sirinioglu, me të cilin ka biseduar për çështjet kyçe të bashkëpunimit të Serbisë dhe OSB-s. Siç u njoftua, ata diskutuan sfidat aktuale në rajon dhe botë, si dhe përpjekjet e Serbisë për të zbatuar reformat kryesore në rrugën europiane. Serbia është mirënjohëse OSB-s për mbështetjen e vazhdueshme për reformat, veçanërisht në fushën e sundimit të ligjit, të drejtave të njeriut dhe demokracisë, tha presidenti i Serbisë. Ministri i Punëve të Jashtme i Serbisë Marko Đurić më herët është taktuar me sekretarin e përgjithshëm të OSB-s. Presidentja Kosovës Vjosa Osmani ka takuar ministrin e Punëve të Jashtme të Mbretërisë së Bashkuar David Llami. Pas takimit, presidentja Kosovës tha se Kosova është palë konstruktive në dialog përkundër obstruksionit të Serbisë dhe akuzoi Serbinë për sulmin me bombë në postën e Kosovës në Zveçan. Ministri britanik ka theksuar se vendi i tij dëshiron normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Llami sonte do të takohet në Beograd me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić. Vizita sekretarit të përgjithshëm të NATO-s në Ballkanin Perëndimor tregoi se rajoni është ende i lartë në agjendën e NATO-s dhe se është një rëndësie strategjike gjë që u përsërit edhe nga liderët e samitit të korrikut të kaluar. Kështu ka thënë një zyrtar i lartë i NATO-s në Bruksel para takimit të ministrave të jashtëm të NATO-s, i cili fillon nesër. Siç tha ai zyrtari i identifikuar, siguria e Ballkanit Perëndimor është një rëndësie jetike për stabilitetin e aleancës dhe NATO-ja nuk do të lejojë që kjo të kërcënohet. Analisti politik Obrat Kesić tha për Kosova Online se emrimi i Marko Brnovicit si ambasador i ri i Shtetet Bashkuara të Amerikës në Serbi do të jetë një mundësi tjetër për të forcuar marrëdhëniet ndërmjet Washingtonit dhe Beogradit dhe se ky është një lajm i mirë për Serbinë. Petar Donić, bashkëpunëtori i rrugës së tretë të re, thotë se nuk është reale të pritet një përmbysje papritur dhe e madhe politikës amerikane në raport me rajonin, veçanërisht në raport me Kosovën, por se Brnović mund të ndihmojë dukshëm në ndryshimin e imazhit të Serbisë. Ish ambasadorja e Serbisë në Britaninë e Madhe Aleksandra Joksimović thotë se emrimi i Brnovicit është emrimi i parë politik i një ambasadori amerikan në rajonin tonë dhe këtë interpreton se fakti se Donald Trump nuk ka shumë besim në Departamentin e Shtetit. Kryetaria Kosovës Vjosa Osmani ka thënë se shpreson që Kuvendi i nëntë i Kosovës të konstituohet me 15 prill. Osmani ka theksuar se çështja e koalicioneve është temë e partive politike dhe se ajo mbetet jashtë këtij diskutimi, edhe pse sipas saj presidentët në të kaluar kanë ndërhyrë në këto tema. Vjosa Osmani theksoi se është rëndësishëm që Kuvendi të konstituohet sa më shpejt. Nga ana tjetër, zyrtari i Aleancës për Armërinë e Kosovës Arton Demhasaj beson se presidenti i Kosovës seancën konstitutive të Kuvendit të ri e ka caktuar vetëm me 15 prill për shkak se vetëvendosja nuk e ka shumicën. Policia e Kosovës ka arrestuar më shumë se 10 aktivistë të grupit Asnicent, më shumë të cilët mëngjesin e sotëm kanë bllokuar zyrat e Agjencisë Rregullatorit për Energji për shkak të rritjes së paralajmëruar të rrymës prej 15%. Aktivistët kanë bllokuar hyrjen e objektit të agjencisë dhe në këtë mënyrë kanë penguar punonësit të hyjnë në vendin e tyre të punës, duke thënë se bllokada do të zgjasë deri në tërheqjen e vendimit për rritjen e çmimit të energjisë elektrike.
Njoftimi i rritjes së çmimit shkaktoi reagime të ashpra dhe pakënaqësi të qytetarëve dhe bizneset, ndaj është paralajmëruar një protestë e madhe me 15 prill në Prishtinë për këtë çështje. Nesër në Serbi do të mbajë mot mesatar deri kryesisht i vranet dhe i fresket mbër këtë periudhë të vitit ko pas kohe me reshje shiu dhe bubullima. Do të fryjë erë mesatare deri e fortë veri perëndimore, temperatura mëngjesit do të sillet nga 2 deri në 8, kurse ajo maksimale ditore nga 10 deri në 16 gradë Celsius.